Neni 31 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Gjykata kushtetuese deri tani ka trajtuar mbi 1422 kërkesa, përmes të cilave është pretenduar shkelja e të drejtës për gjykim të drejtë dhe të paanshëm nga ana e autoriteteve publike. Një rast me rëndësi në praktikën gjyqësore të gjykatës është rasti KI 06-21, ku parashtruesi i kërkesës pretendoi të zgjatjen e procedurave gjyqësore për kitazi me padinë e parashtruar në vitin 2004 lidhur me një kontest pronësor ndërmjet tij dhe Kuvendit Komunal të Prizrenit. Gjykata konstatoi se kohëzgjatja e procedurave para gjykatave të rregullta për më tepër se 16 vite përbën shkelje të së drejtës për një vendim gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm. Rast tjetër me rëndësi është edhe KI 210-23, ku parashtruesi i kërkesës pretendoi se gjykata komerciale gabimisht llogariti afatin e paraqitjes së ankesës së tij në procedurë përmbarimore. Gjykata gjeti se ankesa ishte dorëzuar në postë brenda afatit ligjor dhe se interpretimi formal i dispozitave procedurale i kufizoi parashtruesit të kërkesës qasje në gjykatë.